did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I been for Cotton Eye Joe. I've been mad. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Unë da e që parë, dhe se mund të shkosh në fshatit, dhe që që kam shkuar unë. Do thonë gjithë që është mi pak, mi bukur i fshatit, dhe gjithë si mund shkosh të duash në fshat. Se do më thëmë? Jemi si country pra, sexy country. Apo nuk mendon kështu? Shumë mua i kapelen kokën e do më shkonde shumë fare, bashkë me ty. Më ju dhe që pa vare, pas kanë ardhur njerëzit në fakt. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët, se kishim në farën dhe Sara, sepse ishim shumë të zënë duke shjuar tipin tonë, se jemi shumë tipa. Gjithsesi, mirë se erdhët në Gossip TV, bëhemi gati sot për të filluar emisionin e së enjtes. Po. Po se java erdhi në fund, edhe ne gjithmonë e shijojmë kështu emision sepse jemi kështu një fuqi. Në çfarë? Pozitive. Po. Jemi, fakt kemi mundësinë dhe e bëjmë, se çfarë kështu do të jemi gjithë njerëzit. Pra. Po njerëz. Sa bush ke bërë ylli? Po falem. Ylli. O ylli. Niko pra besoj. Edhe ty. Edhe mua. Kemi kaq shumë gjëra të përbashkëta. Vare, po ashtu. Se gjetë duke folë për veten, do thonë njerëzit po këta që janë kështu, pas në veten e vet. Pesë që për tjerët, se në fundit Gossip TV te kjo gjë konsiston, tek dallaverët tash themet e VIP-ave. Dallaverët. Martua, jo, morë vesh. Martua. Jo çar. Rio. E po ha. E po tu. Nuk di ma holli kripën nga mrapa, si hetin tonë se vjen kripën shumë nga mrapa? Kështu kemi në Shqipëri. Edhim kripën mrapa që mos ta marrim sy çka e tillë. Gjithsesi Albeda Bazi, ish Miss Shqipëria dhe domethënë Miss Shqipëria njohin ata se njohin se realisht e ka bërë shumë gjëra në jetën e saj. Që Miss Shqipëria është gjë më e vogël. Shqipëria është gjë më e vogël që ka fituar edhe Miss Globe. Po. Dhe pastaj ka bërë 700 milionë gjëra të tjera në Turqi. Së fundmi është martuar me një çun, ky është aktor shumë i famshëm në Turqi. Ka lek të madh. Shira. Njeri më të rrethës. Fola gabi. Po, çuni mirë, ka rëndësi, çuni bukur gjëra kështu. Janë të njëjtën profesion, është diçka shumë e bukur që kanë shumë gjëra të përbashkëta, është diçka shumë e bukur që kanë kohë bashkë këta. Edhe kanë kaluar shumë gjëra, edhe Almeda ka qenë shumë e hapur për lidhjen e saj. Nuk kanë bërë shumë private, okay, çdo person ka bën zgjedhjen e vet, edhe shumë krenar për zgjedhjen që bën. Edhe u martuan në 14 ditë. Po zëma, nuk është në Shqipëri ajo. Po të ishte në Shqipëri dhe mbante private lidhjen se do ja merrin të tjerët, po të thoshin që okay, ky tipi që po rri me këtë, kjo gjithë kjo femër, rri me këtë se ky ka lek, kupton? E do ja merrin gocat, se shqiptarët çu janë. Po të panë se nxjerrin diçka në Instagram, direkt e i shojnë kështu, di bëjnë gjëra, pra nuk i nxjerrin shqiptarët gjëra. Kurse jashtë ajo nuk është i plas shumë, kupton, e nxjerrat. Po më jemi bashkë, kupton, sa je do realisht, edhe kjo e do realisht, kështu që. Po është bukur shumë fatë shofësh çifte që janë vetëm kaq estetik dhe të bukur për tu parë, por janë të shumë të këndshëm si personalitete. Po, edhe kombinojnë. Edhe kombinojnë shumë. Mirë, Almeda Bazi ka vite në fakt që është e njohur në Shqipëri, por në Turqi edhe më shumë se sa në Shqipëri, sa ishte në Shqipëri, kjo nuk është se nuk është Shqipëri që sepse ajo nuk është nga femrat që provokon në atë mënyrën që të tërheq vëmendje. Ajo është goca e kuruar, goca e mirë. Po, ka qenë shumë e mirë, shumë e kuruar, shumë e kujdesur. Ajo kujdeset shumë për trupin e saj, për imazhin e saj, për çdo detaj. Po. Edhe në Turqi është diçka që vlerësohet. Prandaj edhe ka krijuar një lloj fame. Ka krijuar një lloj fame dhe u martua së fundmi, e vogël është në moshë, duhet 23-24 vjeç duhet jetë. Po gjithsesi bën mirë. E lëm pas Almedën trashëgohet bashkë me këtë tipin që quhet Tolgahan Sayshman. Almeda Sayshman, bukur. Po, i shkon. Okej, kalojmë tek një insert shumë interesant tani. Janë disa celebrities, disa personazhe publik që me sa duket, çka kanë bërë? Shiko, këta kanë qenë të lidhur shumë vite në fillimet e tyre dhe kanë qenë të lidhur gjëra kështu. Edhe u ndan sepse një nga atyre tradhtoi personin tjetër. Por çfarë është ironia e jetës, sepse gjitha këtu paguajnë. Personi që ka tradhtuar nuk ka bërë gjë në jetën. Ai personi që është tradhtuar është bërë një superstar. E ndjekim poshtë. Kur konsiderohesh një person publik, nuk janë pak njerëzit që interesojnë për jetën tënde personale, sidomos nëse ti nuk e mban private atë. Ku qëndron problemi? Ka shumë raste ku lidhja duket shumë e bukur dhe përrallore, por papritur çdo gjë shkatërohet. Kemi plot raste ku një nga partnerët ka tradhtuar tjetrin dhe të gjithë e kanë mësuar. Personi që është tradhtuar, përveç se duhet përballojë trishtimin e një lidhje të shkatëruar, duhet gjithashtu të përballojë turpërimin publik. Përfundimisht, cili është më i përfituar nga gjithë kjo situatë? Një gjë është e sigurt, publikut nuk i pëlqejnë tradhtarët. Reese Witherspoon edhe Ryan Phillip. Rizi, që në fillimet e veta është mbajtur për bukurinë e veçantë që ka, por gjithashtu për talentin dhe inteligjencën e saj. E nisi karrierën me filma shumë të sukseshme, duke u munduar të vërtetojë se ajo meriton çdo shans që është dhënë.
por në vitin 1999 ajo mori përsipër filmin Cruel Intentions, bashkë me Ryan Phillip. Kanë pasur shumë skena hot bashk, por publiku kujtoi që skenat realizohen vetëm tek filmi. Nope. Konfirmuan lidhjen e tyre dhe pas pak kohësh u martuan. Një martesë e dështuar, pasi Ryan e tradhtoi atë. Si? Tek filmi i radhës që Ryan mori pjesë, me sa duket skenat hot i vazhdoi jashtë filmit, me që e bëri zakon, por këtë radhë jo me gruan e vet. Diçka që sigurisht e shkatroi martesën e tyre. Rizi vazhdon duke marrë pjesë në filma të suksesshme dhe publiku e adhuron atë për karakterin të fortë që ka. Kurse Ryan ka marrë pjesë në filma jo dhe aq të suksesshme, edhe publiku deri sot e mban mend si mashkulli idiot që tradhtoi Rizin. Sophia Bush dhe Chad Michael Murray. One Tree Hill ka qenë një sukses shumë i madh gjatë viteve 2003 dhe 2012 dhe na mbante prapa ekraneve pasi ka qenë plot fytyra të bukura dhe me histori nga më të ndryshmet. Sophia Bush është konsideruar si një nga femrat më të bukura gjatë atyre viteve. Karakteri i Sofias tek filmi ka qenë shumë në kontrast me karakterin e saj real, pasi në një kohë shumë të shkurtër u martua me kolegun e saj, Chad Michael Murray, edhe pas 5 muajsh martesë u ndanë. Gjatë asaj kohe, asnjë nga të dy nuk foli për ndarjen e tyre, por përfundimisht u bë publike arsyeja që diçka e tillë ndodh. Chad tradhtoi atë me Paris Hilton. Chad, çfarë ke qenë duke menduar? Apo, lëre, më mirë mos pyes. Rëndësika tani që Sofia vazhdon karrierën e saj pasi ka marrë pjesë në seriale shumë të suksesshme, por Chad nga ana tjetër ka ngelur tek suksesi i One Tree Hill. Halle Berry edhe Eric Bana. Halle gjithmonë është konsideruar si një nga femrat më seksi në Hollywood, diçka që akoma pas kaq viteve nuk ka ndryshuar. Ajo ka dhënë shpirtin për filmat e saj, sidomos në fillimet e veta, për të treguar që përveç pamjes ka edhe talentin. Por jeta e saj personale nuk ka qenë edhe aq e lumtur, pasi ajo ka qenë duke u munduar të mbajë problemet e saj më private deri në momentin që burri i saj filloi trajtimin për varësi ndaj seksit. Ups. Problemi qëndronte që nga momenti që u diagnostikua për varësi ndaj seksit, do me thënë se nuk e kontrollonte dhe aq veten për sa i përket njerëzve me të cilët krijonte atë lloj marrëdhënie, Halle e saportoi në fillimet e veta atë, por pas disa vitesh tradhtimet e tij u shtuan dhe më shumë, diçka që Halle nuk kishte mundësi të përballojë më. Vitet kaluan dhe Halle u martua me Oliver Martinez, një nga meshkujt më seksi e asaj kohe. Pas disa vitesh u ndanë. Sepse ai i tradhtoi. Çfarë e mirë doli nga gjithë kjo histori? Halle Berry akoma vazhdon edhe është pjesë e personazheve e kategorisë e parë. Na surprizon gjithmonë me projektet e saj, pasi akoma vazhdon edhe merr pjesë nga filmat më të ndryshme, duke treguar se një femër mund t'ia dalë në jetë në çdo lloj sfide. Sandra Bullock dhe Jesse James. Sandra gjithmonë ka prezantuar veten e saj si një femër që do të arrijë çdo gjë në jetën e saj, edhe pak rëndësi ka se çfarë është ajo, diçka që ka vërtetuar gjatë viteve. Ajo në fakt të surprizoi pak kur u lidh me Jesse James, një mashkull që shpesh është karakterizuar si një interesaxhi, me sa duket diçka e këtill arriti shumë vonë tek veshjet e Sandrës. Sandra u martua me Jesse dhe realisht ishte vetmja që ka qenë e lumtur për këtë gjë. Të gjithë u surprizuan për këtë dhe asnjë nuk e suportoi në zgjedhjen e saj. Gjithsesi, rëndësi ka të jetë e lumtur apo jo? Diçka që nuk zgjatet për shumë kohë. Pasi Jesse, si një misrec tipik që ishte, tradhtoi atë dhe përveç kësaj, ai dilte në intervista për të analizuar si edhe pse e bëri këtë. Ah, Sandra. Lajmi i tradhtisë u bë global pasi çdo lloj media fliste për këtë gjë. Sandra u trishtua nga shkatrimi i martesës së saj, pasi Jesse nuk e kishte tradhtuar atë vetëm një herë, por e kishte bërë zakon me femra të ndryshme. Pas ndarjes, Jesse direkt vazhdoi jetën e tij bashkë me një femër tjetër që në atë kohë ka qenë reality star. Okej, kualiteti në kulm, e kuptoni dhe vet. Gjithsesi, u ndalli me atë. Rëndësi ka që Sandra, si një femër e vërtet, e kaloi gjithë të fazë dhe tani jeton një jetë shumë të lumtur, plot dashuri dhe suksese. Beyoncé dhe Jay-Z. Queen Bee gjithmonë ka surprizuar me albumet e veta, diçka që nuk ka ndryshuar fare gjatë viteve. Gjithë botë u surprizua kur ajo publikoi albumin e saj Lemonade. Pas në atë album ajo ka qenë duke ndarë me publikun ndihmën e saj kur mësoi se Jay-Z, burri i saj aq vite, e kishte tradhtuar. Një prej albumeve më të bukur, i veçantë në mënyrën e vet, tregoi se Beyoncé është një femër e vërtetë. Ndau dhimbjen e saj me publikun duke theksuar se jeta ashtu është, plot gabime dhe duhet gjithmonë të luftojmë që t'ja ndalim mban. Jay-Z në këtë rast e ka saportuar shumë atë, pasi ka qenë një hap totalisht ndryshe për sa i përket muzikës. Beyoncé është një nga të paktat femra që dhimbjen e saj e ka transformuar në një sukses botëror, që i ka ofruar admirimin e aq njerëzve dhe respektin gjithashtu. Okej, nuk u nda ka Jay-Z, pasi një mbretëreshe tipike që është di shumë mirë t'ia tregojë vendin. Tashme janë më të lumtur se kurrë, edhe më presin fëmijën sërish. Gwen Stefani dhe Gavin Rossdale.
Një femër aq e bukur dhe aq e suksesshme që në moshë shumë të vogël. Ja çfarë ka qenë Gwen. Gjithmonë është përfolur për thjeshtësinë e saj dhe sa private ka mbajtur jetën e saj. Diçka që ndryshoi kur u takua me Gavin Rosedale, një mashkull shumë i përfolur për jetën e çmendur, që e ndiqte, por gjithashtu për bukurinë të veçantë. Të gjithë u surprizuan kur këta të dy u pan bashkë, sidomos kur u martuan. Ç'ne Gwen me një mashkull si Gavin? Ata u martuan, por pas disa viteve u ndan pasi Gavin ka qenë, si ta themi, idiot, ndoshta shkon shumë. Pasi ai tradhtoi atë me datën e fëmijëve të saj, më banale se kaq nuk shkon, rëndësi ka që Gwen e ndau atë dhe tashmë është në lidhje shumë të bukur bashkë me Blake Shelton, një mashkull që respekton dhe vlerëson atë edhe me shumë mundësi s'ka për ta tradhtuar asnjëherë me daton. Rëndësi ka që Gwen është një artiste shumë e suksesshme dhe publiku gjithmonë e ndjek në projektet e saj. Dhe nga ana tjetër, Gavin, kush është Gavin në fakt? Jennifer Aniston dhe Brad Pitt. Friends ka qenë edhe do jetë një serial simbolik. Një prej personazheve që ka krijuar ky serial është Jennifer Aniston, një femër aq e ëmbël dhe e talentuar gjithashtu. Çdo gjë në jetën e saj u duk si prall, e martuar me një nga meshkujt më seksi, i cili sigurisht ka qenë Brad Pitt. Gjatë atyre viteve janë konsideruar si një power couple, pasi kanë pasur çdo gjë, bukurinë, suksesin, famën, por jo mjaft dashuri. Kur Brad mori pjesë te Mr. and Mrs. Smith, çdo gjë ndryshoi, pasi ka qenë koha që çdo gjë u shkatrua për Jennifer. Sigurisht Brad mundua të mohojë atë, por nuk kaloi shumë kohë që Jennifer u nda nga Brad, pasi ai e kishte tradhtuar atë. Çfarë kemi kuptuar ne nga gjitha kjo histori është që çdo gjë në fund kthehet në vendin e vet. Pasi para disa muajsh Brad Pitt u nda nga Angelina Jolie, një lidhje që u duk aq e bukur dhe aq e suksesshme. Tashmë Jennifer është shumë e lumtur në martesën e saj, por nga ana tjetër Brad dhe Angelina janë duke luftuar kush do mbaj fëmijët. Karma? Do bëjmë një videoklip të dytën e këtu? Se ke parë? Do të bëjmë fojtë gjata si Ronela Jati që kemi atë. Që ato gjën. Që e bën kështu. Ja dha në fund fare diçmë te klipi. Ke parë që ai pa të gjën te dora dhe ky e merr e hap atë. Aty aq ishte dhe kapi shkalafiti çfarë bëri. Ashtu bravo. Ke marrë një gjë për të klipin? Po. Shiko. E që thani ju te InStyle kemi Ronela Jati, kështu. Ashtu be. Edhe pyeta për klipin e ri, sepse klipi i ri është ndryshe nga si e kemi parë. Ajo është një femër me forma, është seksi, guxon e gjëra kështu edhe për tani e fundit. Si ishte kjo eksperiencë kështu? Edhe duket është një klip shumë i bukur, shumë i veçantë edhe duket sikur ajo e shijon. Ndodhin disa gjëra të papritshme te klipi apo? Ndjekim Ronela në InStyle që flasim jo vetëm për klipin e saj, por edhe për ca gjëra shumë të lezetshme stylish, që sa normal që nuk mund të vinte pa përmendur. Përshëndetje dhe mirëserien në Instagram. Sot jemi në Makeup Forever. Kryesisht do flasim për make-upit, por e lëm për pak më vonë. Do kalojmë pak kohë bashkë me një artiste. Jemi bashkë me Ronela Jati. Çfarë bën, si e kaloj? Mirë, si fillim faleminderit shumë që më ftove, edhe të përgëzoj për sukseset e tua në vazhdimsi. Jo seriozisht e kam. Edhe shpresoj që të arrish sa më lart aty ku do. Faleminderit. Edhe Jo, s'ma vekte. Edhe Je duke marrë. po me qas jam duke u marrë, edhe kam qenë që ka lodhur këtë periudhë, se sapo kam nxjerrë një këngë të re, kështu që normalisht pas një nxjerrje të një produkti gjithmonë njeriu është shumë i lodhur se sa gjithë ditën që ka kaluar, se bie trupi në qetësi, mendja në qetësi dhe je o zot që kam kalu. Edhe jam lodh shumë, jam kënaq shumë. Shpresoj që gjëja ka dalë siç kam dashur. Shpresoj dhe të tjerë ta marrin atë fryt edhe ta përcjellin ashtu siç dua unë. Kjo rall ndodh. Nganjëherë ndodh shpesh, nganjëherë ndodh më shumë se ç'duhet, po inshallah e marrin atë pjesën e duhur dhe sa dua unë. Ne klipin e kemi parë, gjithashtu edhe kënga, edhe klipi janë shumë të veçanta edhe ka rënë shumë në sy, sepse janë këngët e tua dhe klipet e tua kombinojnë shumë bukur, janë shumë të veçanta nga njëra tjetër edhe nuk kemi gjetur deri tani nëse kopjon ose jo, sepse e ke parasysh të emisioni kemi për këtë. Dhe mund të kopjoj shumë edhe bëhet llaç aty. Gjallë. Ideja është që mua më pëlqejnë gjithmonë skenat apo projektet inovative, edhe gjithmonë kam pasur ide edhe mendime që kanë rënë në fillim ndesh me njerëzit e tjerë,
sepse ose si kanë kuptuar, ose s'kanë dashur t'i kuptojnë, ose nuk kanë marrë mundimin të realizojnë, sepse kanë thënë, kush e di se çfarë duhet bërë tani këtu. Kanë dashur pak më thjesht, ose janë tallur me idetë e mia në fillim, se ndodh me njerëzit, edhe në fillim nuk kam arritur të bëj çdo gjë ashtu siç dua unë. Sepse janë edhe mundësit. Ndërsa tani jam në atë fazën që dua të jap njerëzve çfarë dua unë, jo çfarë kërkojnë patjetër njerëzit, sepse mendoj që publikun mund ta ushqesh edhe mund ta mësosh me një lloj muzike apo derisa ta pëlqejnë, pse jo. Realisht, klipi tënd i fundit është shumë i veçantë edhe nuk mund ta them, nuk është agresiv, po nxjerr një aspekt të vetes tënde totalisht ndryshe se sa të kemë mësuar kaq kohë. Në fakt, ajo është një këngë që ka të bëjë me dy personalitete, edhe është tipike fakti që kur rëndom, se po e flas gati banale, po në një lidhje, gjithmonë kur ekziston një femër tjetër në mes apo anash apo në çfarë do lloj pozicioni, ajo është gjithmonë shtrik për atë vajzën tjetër gjithmonë. Sa do e bukur ti, gjithmonë e kemi sharë, gjithmonë kemi thënë llafet, i kemi mallkuar sa nuk ka. Kështu që ajo është një lloj fiksioni që ti presupozon se si mund të jetë ajo që po të merr ty njeriu që dashuron. Edhe unë këtë e kam sjellë në një mënyrë gati misterioze, si tip filmi, edhe kam dashur të personalizoj atë vejushën e zezë, atë merimangën që ha burrat, që nuk do asnjëri që ka ndërmend të bëj vetëm keq. Kjo shkonte me personalitetin edhe me ndjesinë që t'jep te kënga, sepse nuk është një këngë që të çmendesh nga ritmi apo komerç. Jo, e ke gabim se ka një ritëm që nëse jo, të bën të kërcesh, të ngjelet. Po, okay, por nuk mund të them që është këngë që çmenden klabet apo ta dëgjosh gjithkohë në radio. Është një këngë që duhet ta kishte patjetër një klip të tillë që të kompletoj. Nga u inspirova? Sepse është shumë interesante si këngë, nuk është e thjesht, është realisht shumë interesante, nga u inspirova që të shkruash për këngë? Shiko, unë jam thjesht me ato gjën çfarë do bëjmë pastaj, edhe i kam në kokën time edhe 10 klipe të mbaruara, kështu që momentalisht nuk kam nga çfarë inspirohem përveç se marr ato idetë që më kanë ngelur, shkoj i ul, i shkruaj edhe i realizoj. Kam këtu në kokë, nuk e di, nga mendja ime inspirohem, nuk është se kam në një dukuri apo faktor që më bën të inspirohen. Edhe të gjithashtu jemi nga njerëzit që guxon, provon stile nga më të ndryshme, të kemi parë në çdo stil të mundshëm, edhe ti e merr atë stilin nga bën tëndin. Po unë nuk mund të dal jashtë asaj pa e kthyer në atë gjën time. Qoftë balad, qoftë një këngë me ritëm, qoftë çfarë të jetë, unë e këndoj sipas mënyrës time, sepse këtë zë kam, këtë lloj personaliteti kam edhe dua ta shfaq. Në qoftë se gjithë artistët vdesin të dalin sa më të kuruar dhe të mirë dhe të nxjerrin pozitivitet, të përcjellin mesazhe pozitive tek njerëzit, unë jam komplet e kundërta. Unë vdes të dal sa më e poshtër, sa më e keq. Pëlqen, nuk e di pse. Pse jam shumë e mirë në përditshmëri dhe këto që si bëj dot, i bëjnë sken. Kupton? Edhe kjo është e gjitha. Kam fantazi, dua ta nxjerr diku. Për shembull, stilingu te klipi jot, karakterit që janë brenda të klipit janë shumë ndryshe nga njëra tjetra, edhe për shembull, një nga veshjet që ke veshur aty edhe flokët, edhe më duket ke edhe bluzë like silver. Ishte shumë e bukur. Po, atje ajo në fakt shkonte shumë edhe me skenografinë, duhet falenderuar Niko edhe pafund edhe Vjolla Sallapashtica, sepse ajo ka qenë një lloj bashkëpunimi mes njerëzve. Edhe Niko vazhdon duron gjithë budalliqet që unë e marr në telefon. Niko, po kam ta mendime kështu dhe Niko në vend që thot stop se nuk e mirë, mi zbukuron edhe më shumë, kupton edhe mi bën kështu stratosferike. Edhe ajo ka qenë, ajo xhaketa me çelsat, ka qenë ideja që të lidhej me skenografinë e drynave. Ishte një xhaket, nuk e di se sa kile e rënd, si ishte shumë e rënd, kam bler dryna pa fund, edhe dryna të vonë në një rrjeteli, çelsat I qepëm
në xhaketë. Pastaj duke qenë se ishte silver edhe ka dalë dhe kjo moda për ngrimin edhe flokët. E rëndësishme është që më shumë se sa e bukur të ke dalë veçantë. Unë nuk synoj të dalë pjeshka tipike në për çdo lloj klipi, synoj të dalë veçantë edhe nëse jam shëmtuar. A edhe një skenë që u lagje me ujë. Po, që ishte sa i fat ishte. Në Prishtinë ishte -15 grada ato ditë. Dhe vjen valone në orën 4 të mëngjesit që unë nuk e di se në çfarë lloj gjendje isha, se emrin tim nuk e mbaja mend dhe më thonë, "Gju, ka i problem të pogoj", thotë, "Po besoj që ti ke problem të gotë prime." Çfarë i thash? Nuk ka, na u prish bulierje dhe uji është i ftohtë. S'ka problem. Ç'ke marrë veri? Ka rënë ai ujit. Se ti duke si kur shion. Shumë. Vetëm një që kisha të pjesën për me kënu dhe më drejtë e goja bëja të artita. Nuk e di, të më bënin kockat kur kam baruar ato dubla, ishin gati, nuk e di se sa peshqira, më hodhën gjithë gjupat sipër, edhe ngrofset edhe këto, edhe prapë nuk e merja vetëm isha farë. Vetëm ku më thot ta bëjmë një tjetër se deri më pas të problem. Ja, Se bërë. Jo, e bëra llaçun atje komplet, po hiku ajo. E rëndësishme është finalja. Gjithmonë ka në për klipe të tilla vështirësia, po pengesa, po problemi që dalin jo me mua, po me të gjithë. Zakonisht mua në për klipe më shoqërojnë këto therjet, prerjet, aksidentet, gjithmonë i kam me vete në çdo klip, kështu që nuk më bën më përshtypje. Shoh deri ku pun të shkoj vetëm. Pse të pëlqen ka shumë të guxosh? E guxuara ndonjëherë ka të bëj shumë edhe me thyerjet e tabuve, apo të bësh gjëra që ku diu ndalohen edhe nga perceptimi apo konceptet e njerëzve. Unë më shumë gjërat në skenë i bëj me gjeste se sa për shumë me zhveshje apo me këta anën tjetër. Prandaj them është e gjitha mendore kjo gjë, janë gjitha ide dhe nuk është se guxoj, mua më pëlqejnë të bëj këto. Sërse themi do bëjmë këto, po kush e di si e presi. Të mbush kështu me pozitivitet, Po, pëlqejnë. Thjesht kam qejf ta bëj se mundem ta bëj. Me thënë du t'i tregoj tjerëve që shipe qa mundem të bëj. Ti shkruan gjithashtu edhe këngë. Ti edhe këndon. Është diçka që të pëlqen shumë. Po. Si ka nisur kjo gjë? Po, unë që 4 vjeç jam rritur me kamerën mbi kokë, edhe kam qenë në piano në shkollë baletit, kam marrë mësime kantoje, solfezhi, të gjitha. Pastaj këto janë shoqëruar, kanë pasuar me festivalet e fëmijëve. Pastaj kanë qenë kompeticionet e talent show, që kanë qenë për kohën. Dhe normalisht stërvitja deri diku sjell profesionalitet dhe ti pret që të fillosh që karrierën tënde personale, por ka qenë koha tillë që asnjëri nuk të jepte mundësinë që ti të filloje një karrierë tënde pas një talent show. Edhe sot besoj që nuk është ashtu, ka sa duar që fitojnë talent show edhe s'janë të punë. Pse do të kjo? Po, kjo është mos përkujdesje dhe një neglizhim e organizatorëve. Mendoj se bëhen këto talent show vetëm për të futur ca lek sponsorësh në xhep edhe nuk është marrë me artistin. Edhe kjo ndodh në shumë vende të botës, se jo më këtu që desin gjithë për një çik lek. Sidomos këtu në Shqipëri njerëz nëse nxjerr një projekt të parat shikon sa do më shajnë tani. Kupton, nuk shef më njëri fare lavdrimet apo komplimentet asnjëri. Shohim vetëm më kanë shar pak, ka ec kënga, mirë. Sepse ne kemi ne pak atë zilinë e brëndshme, kështu që maçokun që na hap për brenda, duam që të heci dikush. Edhe kjo më bën ajër përshtypje sepse askush nuk merr fare parasysh se sa e lodhur, sa e munduar, çka ke hequr. It's music. Nga trova, vaja. Sa ka nga bukur. Që bukur, kjo të kështë marrë malli me vërtet. Vim tani që
Nëse jo, është shumë e rëndësishme që të paktën të këngën se ka kopjuar njëri deri më sot. Deri më sot. Nuk është se do flasim për kopje në fakt tani, do flasim për një gjë shumë të lezetshme, është një këngë që thoni juve që na ndiqni tani, që unë dhe Sara çuditërisht e kemi zbuluar të dy në të njëjtën kohë, por pa e ditur fare me njëri tjetrin që duke dëgjuar të këngën. Janë zakonisht koreane që shkruajnë CLC. Ishte frikshme. Unë dëgjoj atë mëngjes drejt dark, kështu, të shkojmë dita mbarë, shkoj këtë, shkoj këtë, çfarë bën aty? Ç'bë? E pastaj lam të zyra duke kërcyer këngën. Gjithsesi kënga shumë e bukur, është një grup femrash CLC që këto janë nga Korea e Jugut mos gaboj. Janë gjë të goca të vogla, gjë. 7 janë. Ka qenë 7 u bën 6, Kush ka ikur? Jo, kanë qenë më shumë ato. Ka qenë si ka tani dëgjoj. Gjithsesi, para shumë kohësh, unë kam vëre domethënë që ka dhe në Shqipëri goca që kërcejnë, edhe që bëjnë klipet e bëjnë këngë, që në fakt janë të bukura. Domethënë kur pash për herë të parë klipin e këtyre CLC të gocave koreane, që është shumë i lezetshëm, tash unë kam parë diku këtë gjë. Dhe një vit më përpara, se kjo nga e këtyre koreanëve ka diku 3 javë që ka dalë. Një vit më përpara ka dalë Almenda, që është një zysh baleti, dhe që ka marrë një pafundësisht goca nga mbrapa që kanë kërcyer, që ne kemi bërë një montazh shumë të lezetshëm. Kështu që votoni juve se kush e ka bërë më bukur, shqiptarët apo koreanët, e di. With the old and back up. With the old and back up. Back off. Ishte shumë e bukur, po ishte shumë e bukur. Ti më më shumë. Okej, më pëlqen shumë koreane sepse kanë edhe veshjet dhe make-upin, janë shumë të bukura. Janë shumë të bukura. Janë shumë bukura, shumë zrito kur të këngën. Edhe lëvizje qarojmë gjithmonë. Është ajo pa, është bëhet shumë treshe. Gjithsesi, okay, mirë, unë kur pash si po thoya edhe më përpara këto gocat koreane, realisht më pëlqen jashtëmate shumë, jo vetëm për faktin që janë shumë të lezetshme në fytyrë. Janë shumë të organizuar, by the way, janë shumë të organizuar. Ço do thoya, janë jashtëmate shumë të organizuara, jo vetëm tek regjia e videos, e rrobave, veshjeve, e mimikave. Janë të tërë një personazh të caktuar, ëh. Janë të tërë ndryshme nga njëra tjetër, shumë të harmonizuara me njëra tjetrën. Është pa parë. Është pa parë, kurse kjo gota tjetër që quhet Almenda Hoxha, që është zysh baleti tek shkolla e baletit, shumë seksi. Okej, ka qenë shumë seksi, më veshjet, nuk më pëlqen edhe shumë se. Është vallë shqiptar që. Jo. Okej, ishim pak chip veshjet. Okej, me prerje që kështu nice, lëvizje shumë bukur, por të kishte mundësi të ishin gocat më të veçanta të kishte mundësi. Gjithsesi, rëndësi ka çfarë që Korea. E kështu i bie domethënë, përderisa Almenda ka bërë një vit përpara, këtë e bën më vonë, i bie që e kanë kopjuar këtë. Okej, zhvilluan pak më shumë. E zhvilluan çik më tepër se kishin mundësinë dhe e bënin. Gjithsesi lëm pas gocat simpatike, qoftë shqiptare, qoftë koreane, se në fund kanë bërë punë të mirë të dyja palët. Po, bravo. Vetëm tek një seks shqiptar që kem shumë çfarë. Që është Zajmina Vasiari. Zajmina tash ishte lidh prapë me çumin, mora vesh ti. Që pasi dashur kjo. Ndame këtë, kupton? Sakpo. Kur ndami këtë, si ta vënë bollë pa shku e vajtim në Dubai, sa ne këtej hapi biznesin. Në kërkim të vetes kam përshtypjen, se zgjedhën njëri tjetër për sa kohë që kthye prapë me këtë, kështu thon të paktën, nuk e di kush tjetër, po me sa thuhet është ky i njëjti. Që sot më Zajmina ka shkuar në Maldive bashkë me këtë tipin. E Maldive të dy për çefin e vet, festuan Shën Valentinin atje dhe po çofësh të foton, shifet çik, a kteni pak atë foton i lutem? Ashtu, dhe kjo foto thotë Happy Valentine's Day. All I need is a ring thotë kjo. Diçka që duash një unaz, dhe unaza është atje, ka dhënë ai. Zajmina! Ai bie do martohet, kam përshtypjen. Do martohet Zajmina. Nuk shkon Zajmina e martuar. Shiko, tani Zajmina është një gocë, element gocë, shumë serioze, shumë e bukur, gjithë ajo femër, erdhi mosha një herë dhe erdhi ora. Nëse bëhet mami Zajmina e bëhet me
Kështu miell. Të bie. Ja, shumë e bukur, është shumë e mirë. Bukur Ja, shumë. më pëlqen. E mua pëlqen shumë, po shikoni në Instagram fotot që kanë dhënë Zamina së fundmi, ndërkohë që është në Maldive, do i bëri pika siç na radhën neve, si vetëm që vendi është fantastik. Ishi fotot. Fantastike komplet, vendi është fantastik, po edhe trupi i kësaj, fantastike, shifet çik. Ka një vizë aty te pjesa e poshtë gjoksit. Parë të vizën? Po, sepse kur punon për muskujt e barkut, po punon vetëm për pjesën e lartë. By the way, nuk është gjë e vështirë sepse muskujt e lartë janë ato që dalin në fillim. Muskujt poshtë. Ne është bërë ashtu. Është pjesa një javë edhe Oh? po. S'kam Një javë parë për ditë. tjetër çka ke bërë aty. Çfarë? S'kam parë gust tjetër çka ke barkun ashtu. Kështu që bravo qoftë Zaçe. O Zaçe, bravo. Gjithsesi, hajde me trashëgime Zajmina nëse martohet, dhe nëse martohet i lumt me nderi. I lumt të gocës që ka arritur ka shumë gjëra, këngë, paraqitje kaq, çdo gjë. Ashtu. Një gocë shumë e paraqitshme dhe shumë e lezetshme, është era i strefi që thua ti. Dhe që së fundin e ka lajmëruar gjithëve që do nxjerrë këngën e re, që kemi atë 700 miliard vjet që e Kemi presim. shumë kohë që po e presim dhe ajo gjithmonë thotë që do vi diçka e re, po nuk jep asnjë lloj gjë të re. Deri erdhi momenti që postoi diçka te Instagrami i saj, që ishin disa foto shumë të bukura. Era vjen në një version pak më ndryshe, më Pra futuristike është diçka më shumë, po gjithsesi. Ajo që kishte veshur parukja nuk është më pëlqeu shumë, po kush mund të thoshte. Tamam. Ose tash po thon njerëzit. Legjenda e dreqit, këto po i na çit. Kështu. Nëse, sepse e ke parasysh njerëz kanë tendencën të thonë që e shihoj çdo gjë që të bëj. Jo, thjesht paruka nuk më pëlqej shumë. Ndoshta te pjesa e kamerës duket natyrale, po kështu si e shkon duket pak. E nuk di tamam çka ka thënë Eram, kjo teksti është extension, ëh, por gjithsesi kënga deri në datën 24 shkurt, kështu që deri atëherë unë dhe Sara bashkë me gjithë njerëzit do jemi para YouTube-it, televizorit të ka parë klipin e saj më të ri, do quhet Redrum kënga, Redrum tamam kuptim shqip nuk di ta përkthej, por kam përshtypjen do jetë në një gjë lidhje me drum and bass ose ku dihet çfarë. Edhe më sapash ka shumë tyr, makina edhe shumë lëvizje, dhe jetë normalisht diçka shumë agresive, në fazë është pa thonjza, dhe jetë diçka që era është duke munduar të kalojë veten e saj për sa i përket bombonit. Po pra, të kaloj suksesin e bombonit, dhe kemi parasysh që ky klip domethënë që po del është kënga e parë që realisht është për publikim internacional. Po. Perës. Pavarësisht se bomboni është shumë e famshëm, por kjo është domethënë tani duhet, presioni është akoma më i madh, më i zhvilluar nga momenti që tani nuk është që duhet të kënaqë vetëm publikun shqiptar. Okej, mirë, lëm pas erën edhe Zaminrat edhe njerëzit që festonin Valentinin bukur, sepse unë dhe Sara të ditë kishim shumë Valentin, po pam 50 Shades Darker ama. Do të kënaqem shumë dhe vendosim të pikësojmë juve filmin se transmetojmë dot këtu në Gotham TV, por transmetojmë një backstage shumë interesant që janë gjithë. Intrigued. Jamie Dakota, and this is not any exaggeration, from Jamie Dakota që nga dita e parë e xhirimeve deri në ditën e fundit në Paris, pa egzagerim nuk patën kurrë mosmarrveshje në 105 ditë xhirime. At all, over 105 days, whatever it was. Kjo është shumë e pazakontë për dy aktorë që janë thuajse në çdo skenë të filmit së bashku. Ka gjithmonë momente kur aktori mund të mos jetë në humor të mirë, apo ndoshta nuk i pëlqen puna e partnerit të tij në film. Dhe ne nuk kishim as pak diçka të tillë. Zero. Ata janë shumë komod dhe në harmoni me njëri tjetrin. Së bashku qeshnin pafund. Ajo çka më bëri përshtypje tek Dakota është inteligjenca që ajo ka. Nuk e di se sa kohë ka që edukohet, por ajo ka një super IQ dhe nuk i shpëton asgjë. Nuk mund t'ja hedhësh. Nuk mund t'i kërkosh të bëj diçka pas një arsye bindse. Ajo është e palodhur në punën me karakterin. Përpiqet ta bëjë atë sa më real të mundshëm dhe të besueshëm. Ajo është shumë komode në sheshin e xhirimit. Nuk e di nëse është gjenetike apo instiktive, sepse ajo di shumë mirë se si kamera do të lëviz, çfarë po xhiron dhe se si do të lidhen planet në postproduksion. Aktori Jamie është njeriu më pak erotik i mundshëm. E merr punën shumë seriozisht çdo ditë gjatë gjithë periudhës së xhirimeve. Ai është shumë i hapur ndaj çdo gjëje, pranon të provojë gjithçka, ka mekanizmin e tij për mënyrën se si do t'i bëjë gjërat, por nëse unë i jap një sugjerim apo rrethan tjetër, ai do të përpunojë padyshim në mënyrën e tij.
wrench into his plans. He just would adapt instantly and know what he was doing. I think we did amp it up in this movie. I think we had to. I think it's a big part. Në këtë film ne kishim shumë ndërthurje dhe mendoj se është një pjesë e rëndësishme të krijuarit të një filmi. Develop everything and there needs to be Duhet të zhvillosh gjithçka dhe ka nevojë për një progres në çdo aspekt të filmit. Of the picture, whether it be Qoftë kjo historia, skenat e seksit, karakteret apo marrëdhëniet midis personazheve. Characters, the relationship, everything has to sort of be ramped up. Të gjitha këto kanë nevojë për ndërthurje dhe unë definitivisht mendoj se ja dolën mban me 50 Shades Darker. And I think the fans will be excited. Fansa do të jenë të kënaqur në fund. Mendoj se ka më shumë për ta në këtë film sa në filmin e parë. Than the first film had, which I think is cool. It's very exciting going into. Është shumë bukur të rikthehesh tek e njëjti karakter. Është diçka që unë kam provuar tek serialet televizive. Dakota nuk e ka provuar ndonjëherë sepse nuk ka luajtur në seriale, por në ato që kam luajtur më është dashur të rikthehem her pas here tek e njëjti karakter. Të shoh të njëjtin staf në shumicën e herëve, është shumë entuziazmuese. Bëhet si një familje, sikur kthehesh në shtëpi. For the most part, it's a really exciting thing, and it's like family, and it's like coming home, and so there's an element of that this time round, and the fact that Ne xhiruam 50 Shades Darker për një periudhë relativisht të gjatë, por në fund, pas gati 6 muajsh me një grup njerëzish, ata do bëhen si një familje e madhe. Është argëtuese. It's great fun. We changed quite a lot of stuff from the first movie in terms. Ne kemi ndryshuar shumë gjëra nga filmi i parë. Mënyra se si unë dukem, pak më ngrohtë, nëse mund ta them kështu. Edhe apartamenti i Christian Grey është pak më njerëzor dhe kjo është diçka e mirë. Which is a cool thing. I really liked Christian's apartment this time round. Mua më pëlqen shumë sepse në filmin e parë nuk arrim të shohim shumë nga apartamenti, ndërsa tek 50 Shades Darker shohim disa gjëra më tepër. It felt somewhere like I'd want to spend time in rather than the first movie, just by adding a few little pieces here and there. It is so amazing to see the fans still. Është manicë të shohur se fansat e 50 Shades janë kaq besnik ndaj historisë dhe të entuziazmuar për filmin. Është me të vërtetë surprizuese e pabesueshme për mua. Ndjenjat këtë herë janë vënë më shumë në dukje. Është akoma edhe më shumë erotike. Do të vinë shumë personazhe të rinj që në një farë mënyre kërcënojnë dashurinë e tyre. Anastasia's closet, that thing. Garderoba e Anastasias është masive dhe me të vërtetë e bukur, mbushur plot me veshje nga më të bukurat, jo domosdoshmërisht stili im, por nëse do ta kisha unë atë garderobë, do të ishte një lajm i keq. Anastasia begins in one very extreme. Anastasia e nis nga njëri ekstrem në fillim dhe gjatë filmit ti mund të ndjekësh gjithë rrugën e saj me këndvështrimin më intim, më të ndjeshëm apo më fizik drejt ekstremit tjetër. A truly remarkable woman. E sheh se si shndërrohet në një grua të jashtëzakonshme. Është padyshim një porrall. Mund ta thuash kështu sepse ndjenjat janë të vërteta. Mendoj se publiku do të qesh. Ndoshta do të qej pak më shumë. Gjërat bëhen më intensive. Kam dëgjuar fjalë nga më të ndryshmet. Ndoshta është shumë shpejt për ta thënë. Edhe tani do ndjekim pjesën e dytë e intervistës bashkë me Ronel Najatin. Tani, me që e kisha ty Ronelën, thashtë ti bëj diçka. Me që është gocë që guxon, s'ka frikë, ke parë se thashtë. S'ke frikë ti, s'ke frikë. Okej, hajde shoh. Hajde shohim një çfarë frikë është. Nëse Ronel Najati në fakt e pasere për Instagramën e kanë nxjerr veten pa make-up. Kupton është ndër të vetëm që tek pa make-up. Kështu që ti më kot kam përshtypjen për challenge make-up. Po sigurisht, edhe gjithashtu ajo është aftë pjesën e make-upit, sepse jo të gjitha gocat janë të aftë të bëjnë make-upin në një kohë të limituar. Kështu që me kohë të limituar e ndjekim çfarë bëri Ronel Najati dhe rikthehemi prapë. Në fillimet e tua dhe tani nuk e sheh ke ndryshuar. Kjo është diçka shumë e bukur që je vetvetje dhe duke. Është një gjë kur janë në fillim fare thon kush u bë kjo që s'ka bërë asnjë gjë të vitet na flasi kështu. Edhe unë atëherë kisha dhe atë fazën e preshit, kupton, adolescent, nuk ishte si mua, thosha do bëj një grup të quajtur Diva, se unë di të këndoj. Aty pastaj e kuptova që duhet shumë punë dhe pak fjalë. Por që vetëm gjë që mua nuk do miki kurrë është kjo, jo thjeshtësia, po unë nuk ndroj dot. Ironit për shembull për biseda, po këto biseda tendencioze më çmendin fare.
Ose këta njerëzit që dalin jashtë skenarit edhe duan të ngacmojnë për një gjë që thua ti s'do ma thuash këtë dhe ai ta thot për inat, nuk e di se çfarë mund të bëj aty njeriu, se nuk e mbaj dot veten tem. Ja shiko se do të devijosh, jo, nuk s'mundem, se kur ti pretendon të më prishësh mua një lloj imazhi, unë ta prish dy fish, që kam qef. Sidomos kështu kur janë publike gjërat vdes, mbaroj. Se kështu nga në backstage jam shumë dele dhe nuk bëj gjë, kupton, po kur kam kamera më dalin sa kështu. Flatra dhe dy brirë të vejgjë. Nuk e di pse. Se mendoj që për atë moment s'do mbrasi njëri se janë kamera. Mbrapa nuk e di. Mbrapa nuk e di, se sot që spet nga njerëzit. Edhe kështu e lëm këtu këtë mohabet, do të pres për diçka tjetër. Jeta personale si shkon mirë? Personale. Je nga njerëzit që marrë shumë personale, është diçka shumë e bukur. Sepse më është nxirr edhe kur nuk kam pasur gjë, më kanë nxirr lloj gjërash pa, më ka prek shumë fakti i gazetave i këtyre se ndonjëherë kur nuk i ndalon njerëzit, atëre material duan gjithë dhe vetëm ka arrit një periudhë që vetëm shkojnë në budalliqe për mua dhe nuk dua të fokuson, po bëj shumë punë që ta mbaj tek vëmendjen të ca lajme idiote që do shesin një gazet 200 lekë më shtrenjtë asgjë të. Është diçka shumë e bukur sepse realisht nuk ndodh shpesh këtu. Nuk është se kam gjëra për të mos fshehur, kupton? Thjesht s'dua të flas, nuk kam dëshirë. Sepse po më çifen dhe po them se nuk kam asnjë gjë, jo nuk dua të flas. Është qartë, është shumë bukur, kam dëshirë derisa ti mbyll këto projekte që kam në mendje s'do të flas. Ti dhe se po thon sepse je nga njerëzit që realisht futesh në skenë dhe mund ta thyesh skenën në mes. Po, më pëlqen të kërcej shumë, besoj se jep një 50% plus vetes kur ditë kërcej shfaq më shumë emocion se sa të rish si hull aty, kupton. Njeriu duhet të jetë i kompletuar që të quhet artist. Edhe ka shumë mangësi që mund t'i gjesh dikujt, asnjëri nuk është perfekt. Imagjino edhe mos bësh asnjë lloj paraqitje sa keq mund t'jesh. Njeriu duhet të përpiqet. Dhe bëj më të mirë. Sigurisht. Edhe prandaj edhe ne mund të na shkojmë tani kështu me make-up si jemi, por nuk do të për shumë kështu sepse ti je shumë aftë pjesë make-up-ve. Që je? Kështu, që të bëjmë tani na? Mund të bëjmë një challenge. 5 minuta, për 5 minuta, sa e aftë je të bësh një make-up kështu? 5 minuta. Edhe jemi gati, je gati? Po. Okej. Jemi gati? Minutash. Hajde. Nise, jepi. Filloj moj. Po, nisi me primer. Ose ndryshe krem baby që kemi në për shtëpi. Po, që të ri make-up-i, mos lëvizje. Gjëzi. Në 5 minuta unë thjesht nuk kam ndërmend të mbyll këto gjëra. Pastaj edhe fotot e cila do të gjithmonë të përshtatet me lëkurën që kemi dhe jo lëkurën që dëshirojmë të kemi. Ose edhe dëshirojmë të kemi dhe në vizë të madhe, ose thjesht e lyem me duar për shumë, të mbaron shumë për shpejt se sa 5 minuta. Qa gjërë ke këtyrë ty? Zakonisht të cila nuanse? Ngjyrë morgu. Po shoj! Jam shumë e bardhë. Edhe unë. Po pa edhe me produktit, por se t'jashtë të me këtaj në shpre. Në morg. Okej, këto e vumë si e vumë tani, se që ishte kjo gjëja përsyt pa përsyt. Concealer për dorë? Aha. Ashtë rëndësishme. Se kemi rafët e syve një qik. Të teksuara fuar. Po. Aha. Kur është shumë periuda e koncerteve, flenë shumë ti apo? Po ka raste që nuk flem. Ja, dhe ashtë. Si e ti? Me nga dhe në rruga. Jemi mësuar se më përpara ka qenë një problem. Tash është më ndryshe. Shumë të artist në një të thuash, okej, unë do e lejtë të gjë sepse më ka cëra nervat. Po. E kam lënë. A, e ke lënë? Për sa ko? Për sa ko? 6 muaj. 6 muaj. Edhe cila ishte arsye që rukëteva? Pash një shushk duke kënduar edhe. Ja, s'tja lejoj.
Kam dhe këto fatët. Ti kështu vëthët, i ke pak fetih, të pëlqejnë? Po, më pëlqejnë. Radhën e kaluar më pëlqejnë ato vëthët që kishin në këmbët e femrës. Aha, po. Shumë të bukura. Do të kuqet. Po! Mua pëlqejnë të blej gjëra online shumë, se këtu s'para gjenë shumë gjëra. Kështu që... Pa këtë është në pak që shumë e vështirë të gjesh gjëra këto. Normalisht që... Bëjmë pak Te sytë janë dhe unë. Jam shumë kurioze se sa na ka ngel që... Sara, Ken! Edhe na jenë kështu udhëzime kamerave. Jo, nuk kam asnjë lloj udhëzimi përveç se bëj çfarë të dalit dora. Prerje, se jam pak pulla fiqe. Për 5 minuta unë s'kam kohë për prerje fare. Rrush, edhe shkëlqimi, që e marr nga çdo gjë të mundshëm. Po, e mua shkëlqim. Shkëlqim. Jep. Pastaj rimel. Okej, boost. Okej. E shef që produktet e kemi nga Makeup Forever janë produkte shumë bukura. Po, edhe gotat ishin shumë bukura që na u gjendën shumë në dispozicion. Po. Kam bërë një çorb, domethënë. Syt realisht ndodhen shumë deri të dalin forma e dëshiruar. Unë jam të ruzhit të shqit, ruzhit. Kam bërë ruzh. Shkoj te rimeli sepse i kam syt shumë të veçantë. Realisht syt e ke me ngjyrë shumë të bukur. E të mëdhenj. Më vejnë ta nazajnë finxan. E frikshme për sone. 20. Dhe ngela pa buskuq. Që i kishe dhe vetlat gati. Pa të kisha vetlat gati, s'kisha ardhë diqën këtu mërë. Se s'kishte e këti. Dhe kaj kam të buskuqin. Unë të t'ilja që jashtë, po jam gati. Jam gati. Po edhe unë të barova. 5 minuta me ka. Qa bërë, që? Nona! Po që nona? Më pëlqen, shumë bukur. Kështu pak si e klorifikuar është. Ne ka. Shumë bukur, më bukur, gjërë shumë. Bravo, më surprizon. Po. Bravo. Mirë, sa mundëm bëm. Me këto për shumë me këtë make-up mund dalësh nga shtëpia. Me seriozitetin në kuj do i përshëndesim. Kaq ishte. Me një koreografi tani. Kaq ishte edhe Gossip TV për të interesuar se gjak futbollin. Jo, thjesht e shijon, e ke parasysh si ka mundësi të dëgjosh muzikë dhe mos e kombinosh me një koreografi, ke parasysh ta kalosh te trup po gjithsesi. Okej, ndërkohë që mund të krijojmë koreografi, ndoshta edhe për publikun e gjerë së shpejti, ku i dihet, shohim. Do të mbyllim për sot Gossip TV sepse ka momenti që të largohemi edhe neve, duke qenë se edhe ne kemi edhe punë të tjera për të bërë. Kemi një tonën. Sot do të Gossip TV me mua dhe me Sarën, folëm për shumë gjëra interesante, për Shën Valentina lart e poshtë me Zajmina në Maldive dhe nga era e Po, kënga të reja që do vinë nëse i arrin atë gjë që duhet arrin ato këngë, të na prekin. Prekin pasi. Po. Do që Ronela Ajatin tek InStyle, do keni mund të ndihni në YouTube Ronela një që se ndoqet, po ashtu dhe emisionin ton, që është tek kanali zyrtar Joni në YouTube InTV Albania, po ashtu i njëjti emër ndjekët Instagramin dhe Facebookun. Po. Ku mund të gjeni edhe lajmet më të fundit, po gjithsesi për ata që hasin emisionin, që nuk do ta humbisin emisionin, e keni ritransmetim të dielën në orën 11 në mëngjes. Derisa të shikoni dielën në orën 10 në mëngjes, ne urojmë të kaloni një javë sa më të bukur, edhe unë dhe Sara po vazhdojmë të bëjmë gjërat tona. Unë dhe ju vetëm një gjë për veten se. Edhe ju pudhim shumë, ai pudhim.